Në orët e para të mëngjesit në portin e Sarandës mbriti kroçera Sapphire Princess me një total prej 2776 pasagjerë në bord, të përfaqësuar nga një gamë gjarkomësish nga gjithë bota. Kjo është era e dytë që kroçera viziton Sarandën pas ndalesës së saj më 17 mars, ku solli 2600 turistë. Pjesa më e madhe e turistëve janë amerikan, britanik, kanadez dhe spanjoll, ndërsa nuk mungojnë edhe vizitorë nga vende të ndryshme të Europës, Azisë, por edhe më gjerë. Pas zbarkimit, turistët u organizuan në grupe dhe nisën vizitat në destinacione turistike në afërsi të qytetit të Sarandës, duke përfshirë atraksionet historike, kulturore dhe ato natyrore. Pjesë e itinerarit të turistëve ishin po ashtu edhe vizitat në pikat turistike të Sarandës si Butrinti, Kalaja e Lokursit, Gjirokastra, Përmeti, Tepelena të tjerë. Kjo ndalesë pritet të sjellë një gjallëri të shtuar në qytetet dhe të kontribuojë po ashtu pozitivisht në zhvillimin e turizmit lokal. Edhe për këtë vit të ri turistik, Saranda pritet të vizitohet nga një numër i lartë kroçerash, duke u kthyer gjithnjë më shumë në një ndalesë gjithvjetore të tyre. Saranda në jug të vendit mirëpret çdo vit mijëra vizitorë vendase të huaj, me ujërat e kristalta, trashëgiminë historike dhe klimën mesdhetare. Saranda ofron një kombinim të përkryer e të përsosur për pushime relaksuese. Saranda shquhet po ashtu për vende të rejse si Kalaja e Lukursit, manastiri i 40 shenjtorëve, parku kombëtar i Butrintit, si dhe plazhe të shumta me rërë të bardhë në Ksamil dhe ujë të pastër.